Në kuadër të përgatitjeve për organizimin e kampionatit evropian U21 në vitin 2027, një grup pune i UEFA-s ka zhvilluar një vizitë në Shqipëri në datën 8 dhe 12 shtator. Qëllimi i kësaj vizite ishte për të inspektuar stadiumet e ndeshjeve, terrenat stërvitore dhe hotelet ku pritet që ta akomodohen ekipet pjesëmarrëse. Zyrtarët e UEFA-s të shoqëruar nga përfaqësues të FSHF-s kanë vizituar stadiumet që do të mirëpresin këtë kampionat historik. Përshtypja në përgjithësi e inspektorëve të UEFA-s ishte pozitive, ndërkohë që paralelisht janë vizituar edhe 28 hotele si dhe 21 qendra stërvitore, të cilat do të vlerësohen nga UEFA e do të formosohen në Team Base Camp për të kataloguar që do të ofrohet ekipeve finaliste. Vizita e radhës e UEFA-s është planifikuar në mars të vitit 2026 për të parë sërish shqetësurinë e këtyre projekteve madhështore. Komiteti ekzekutiv i UEFA-s vendosi në shkurt të këtij viti që Shqipëria të jetë një nga vendet organizatore të kampionatit evropian U21 të vitit 2027, së bashku me Serbinë. Ky turnej, i cili do të zhvillohet në qershor të vitit 2027, do të përfshijë 16 skuadra që përfaqësojnë talentet më të spikatura të futbollit të moshave në Europë, mes tyre edhe lojtarë që tashmë aktivizohen në ligat më të mira të kontinentit.